Shkodra u mbush me muzikë, elegancë dhe atmosferë magjike, ku Swing Marathon riktheu për të shtatin vit të radhazi festën më të veçantë kulturore të jazzit në Shqipëri, e organizuar nga Hemingway Fan Club Albania. Ky aktivitet i dha Shkodrës një atmosferë krejt ndryshe. Rreth 300 pjesëmarrës u nisën nga Tirana me trenin e jazzit, të veshur me stilin retro të viteve 20-30, për të përjetuar një udhëtim të mbushur me performanca live, muzikë swing dhe nostalgji artistike. Të pranishmit e konsideruan këtë një eksperiencë unike e cila duhet jetuar si një nga përvojat më të veçanta. Shumë emocionues si gjithmonë, është viti 4 edhe çdo vit është super. Për mua kjo është eksperjenca e parë. Në këtë event udhëtimi na shkoi shumë mirë, kena pasur edhe disa malesa, gjithçka kanë organizuar në mënyrë të përkryme, edhe atmosfera duket shumë e kënaqshme, e gëzueshme. Shumë bukur, fantastik, një përvojë unike. Jam italiane dhe është për mua përvojë e parë këtu në Shqipëri në këtë tren. Kjo është hera ime e parë, në të vërtetë, dhe mendova se si e kam humbur herët e tjera. Ishte super eksperiencë. Kjo është perfekte, është hera e dytë që e provoj në tren dhe mendoj se kjo është një ndër përvojat më të mrekullueshme në Shqipëri. Është super, ne duam këtë traditë, kulturën. Ishte perfekte dhe shpresoj që edicionet të vazhdojnë. Pas mbërritjes në Shkodër, festa u zhvendos në pedonale, ku qyteti u transformua në një skenë të hapur artistike. Mbrëmja kulmoi me një after party në hallin e teatrit, ku ritmet e jazzit vazhduan deri në orët e vona. Swing Marathon është një event që Shkodra e pret me krah hapur çdo vit, duke e kthyer qytetin në një pikë referimi për artin, stilin dhe mundësinë e një kohe të mrekullueshme.